Sot mbyllet rrugëtimi i edicionit të 23 të Festivalit të Videoklipit Shqiptar, i cili është festivali vetëm i garës së industrisë kreative muzikore. 23 Klipit Shqiptar është një festival që Prej 5 javësh, në ekranin e Vision Plus, publiku ka ndjekur e votuar 50 videoklipe në garën për çmimin e madh dhe çmimet e tjera që do të ndahen pikërisht sot nga holli i Pallatit të Kongreseve, në një skenografi elegante të idejuar nga Studio Rebus. Mbrëmja e kësaj të diele do të ofroj përveç garës së klipeve dhe shumë surpriza. Do të performoj në skenë dy zonja të politikës nga parlamentet respektive të Kosovës e Maqedonisë së Veriut, si Edona Lalloshi dhe Saranda Imeri. Gjithashtu, performon sonte në skenë edhe këngëtari talentuar i gjeneratës së re nga Italia, Eden Loren, pjesëmarrës në edicionet e festivalit të Sanremos.